Pedonalja e Korçës u mbush mbrëmjen e Krishtlindjeve me tingujt e kitarave dhe këngëve karakteristike të qytetit, në një aktivitet artistik të hapur për qytetarët dhe ardhashësit. Koncerti Kitarët e Korçës në drejtimin Nuçi Aldokos, mësues kitare në Shkollën e Muzikës Tefta Tashko Korço, u konceptua si homazh për traditën muzikore korçare që prej vite shoqëron natët festive të qytetit. Rreth 40 kitara interpretuan njëkohësisht, duke krijuar një atmosferë emocionale dhe duke bashkuar zërat e të rinjve me kujtimet e serantesëve të vjetër në shenjë rrugëje të identitetit kulturor të Korçës.